Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku je urdhër. Nëse vuani nga gjëndra tiroide, duhet të konsumoni këto ushqime. Jodi është një mineral i rëndësishëm që duhet të futet në organizëm çdo ditë nëpërmjet dietës. Ky mineral është i nevojshëm për funksionet e duhura të gjëndrës tiroide dhe ndikon në prodhimin e hormoneve tiroide, që luajnë një rol të rëndësishëm në të gjithë trupin. Marrja e pamjaftueshme e jodit pengon prodhimin e sasive të mjaftueshme të hormoneve, ndërsa sasia e jodit mbi vlera optimale ka efekte bllokuese në prodhimin e hormoneve. Mungesa e jodit shkakton një gjendje të quajtur hipotiroidizëm. Simptomat më të zakonshme të hipotiroidizmit janë lodhje, dobësi e muskujve, shtimi menjëhershëm i peshës, fytyra e fryrë, dhimbje koke, përgjumje, humor depresiv, presion i lartë i gjakut, humbje e flokëve dhe lëkurë e thatë. Për të parandaluar mungesën e jodit dhe për të ruajtur shëndetin e tiroides, është e rëndësishme që të hani rregullisht ushqimet që kanë në përmbajtje të jodit. Një i rritur duhet të konsumojë 150 mikrogram jod në ditë dhe ja cilat janë disa nga ushqimet më të mira për ta marrë këtë mineral të rëndësishëm sipas zbrajtësajt. Produktet e qumshtit. Ulëntimet tregojnë se një filxhan me qumësht plotëson nevojën tonë ditore për jod dhe të njëjtat vlera vlen edhe për kosjen. Kur bëhet fjala edhe për djathrat, ato janë mjaft të mira në shëndetin e tiroides. Kripa e jodizuar. 1/4 e lugës së çajit me krip të jodizuar përmban 71 mikrogram jod, që është gjysma e nevojës ditore të trupit për jod. Megjithatë, ai përmban edhe natrium, i cili mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin e veshkave, për presionin e gjakut, ndaj është e rëndësishme të keni kujdes me sasinë që merrni. Peshku ton. Tuna përmban pak kalori dhe është e pasur me proteina, jod, kalium, hekur, vitaminat B. Tuna është një burim i mirë i acideve yndyrore omega 3, gjë që e bën atë një ushqim të shkëlqyer në parandalimin e sëmundjeve të zemrës. Vezët. Vezët janë një burim i madh i proteinave, yndyrnave të shëndetshme dhe janë në kombinime perfekte të vitaminave dhe mineraleve. Jodi në të verdhën e vezës gjithashtu është një element shumë i mirë ushqyes për shëndetin e tiroides. Kumullat e thata. Janë të pasura me fibra, vitamina K, vitamina A, kalium dhe hekur. Gjithashtu, kumullat e thata janë burime të shkëlqyera të jodit, kështu që shpesh rekomandohen për veganët për të kompensuar marrjen e jodit në trup. Algat. Janë burime të mira të antioksidantëve, vitaminave dhe mineraleve, përmbajnë pak kalori, ato janë të pasur me jod dhe kanë 3 lloje: alga, kombu, nori dhe ekanem. Ju mund t'i blini algat në dyqanet ushqimore të shëndetshme. Merluci është i ulët në yndyrra dhe kalori, i pasur me minerale dhe lëndë ushqyese, duke përfshirë edhe jodin. Interesant është fakti se jodizimi i kripës së tryezës u prezantua pikërisht për qëllim në parandalimin e sëmundjeve të tiroides. Por përse jodizimi vetëm me kripën? Për shkak se përdorimi i kripës është i qëndrueshëm gjatë gjithë vitit, të gjithë e përdorin atë dhe teknologjia e jodizimit është e thjeshtë. Shtimi i jodit nuk ndryshon ngjyrë, shije ose erë të kripës. Gjithashtu është e rëndësishme që nëse merrni medikamente, të konsultoheni me mjekun tuaj për ndryshimet që po bëni. Hipotiroidizmi, një tiroide jo aktive, nuk mund të kurohet. Megjithatë, ka disa ushqime të mira për tiroiden që mund të ndihmojnë për ta mbajtur atë nën kontrollin e duhur që e ka të nevojshme trupi juaj. Tiroidja është një gjendër në formën e fluturës që vendoset nën qafë dhe kontrollon aktivitetet metabolike duke prodhuar hormone që rregullojnë rrahjet e zemrës dhe djegin kaloritë, citon mbrojtësaj. Tiroidja jo aktive nuk mund të prodhojë mjaftueshëm nga këto hormone, duke u shkaktuar gjithashtu ndjesinë e lodhjes, plogështi, stres e të tjera. Ndaj, vizita tek mjeku në këto raste është më se evidente për të evituar këto probleme. Në këtë video do të listojmë ushqimet që duhet të konsumoni nëse vuani nga hipotiroidizmi dhe ato që duhet t'i shmangni. Salmoni. Disa studime sugjerojnë se salmoni, te shumica e njerëzve që vuajnë nga sëmundja Hashimoto, kanë nivele të ulta të vitaminës D krahasuar me njerëzit e tjerë. Dozat të ulta të vitaminës D lidhen me nivelet e larta të antitrupave të tiroides. Këto antitrupa aktivizojnë në sistemin imunitar për të stimuluar indet e tiroides duke shkaktuar inflamacion dhe vështirësojnë në funksionin e tiroides.
Merrni 600 njësi vitaminë D çdo ditë për të parandaluar inflamacionin. Kështu tiroidja mund të funksionojë më mirë. Salmoni është një burim i mirë i vitaminës D, ku një racion me të mund të marrë 570 njësi vitamine D. Nëse nuk ju pëlqen peshku, mund ta gjeni këto vitamina te lëngu i portokallit, qumshti dhe veza. Frutat e thata. Frutat e thata, sidomos arrat, janë të pasur me selen, një mineral që luan një rol të rëndësishëm në prodhimin e hormoneve nga tiroidja. Seleni ka gjithashtu fuqi antioksiduese, gjendet si tek problemet Hashimoto dhe mund të rrisë inflamacionin. Seleni mund të ndihmojë në lehtësimin ose parandalimin e inflamacionit nëpërmjet fuqive antioksiduese. Fasulet e bardha. Një kup me fasule të bardha të gatuara siguron 8 mg hekur, një mineral që shumica e njerëzve, sidomos gratë që janë në fazën e hyrjes në menopauzë, kanë në vështirësi të marrin mjaftueshëm. Mungesa në hekur mund të pengojë aktivitetin e enzimave që prodhojnë hormonet e tiroides. Duhet të keni parasysh dy gjëra. E para, trupi e ka të vështirë të përthithë hekurin, prandaj nevojitet ushqime të pasur me vitaminën C që ndihmojnë absorbimin e tyre në trup. E dyta, hekuri mund të ulë efikasitetin e ilaçeve për tiroide, prandaj siguroni që të merrni këto ilaçe të paktën 4 orë para ose pasi të keni ngrënë një vakt të pasur me hekur. Gjithashtu është e rëndësishme të tregoheni të kujdesshëm me glutenin dhe perimet të familjes së lakrës, të cilat mund të ndikojnë negativisht në çështjen tuaj të tiroides dhe të shkaktojnë gjithashtu edhe luhatje të shëndetit tuaj. Për të ndihmuar në një funksion më të mirë të tiroides, duhet të konsumoni disa ushqime. Ekspertët të fushës së shëndetit rekomandojnë disa ushqime që ndihmojnë në mirë funksionin e tiroides. Produktet e detit. Peshku, goca e detit, kargalecat janë burime të mira të jodit. Ju keni nevojë për jod për një tiroide të shëndetshme. Megjithatë, duhet të shmangni ushqimet e pasur me shumë jod si algat e detit. Gjithashtu në dietën tuaj duhet jeni të kujdesshëm edhe me atë që shtoni në dietën tuaj. Frutat e thata. Fistikët, bajamet dhe farat e kungullit janë burime të mira të hekurit. Arrat ndihmojnë me tiroide në dy mënyra. Nuk janë vetëm një burim i mirë i hekurit, por janë gjithashtu të pasur me selen, një mineral që ndihmon me tiroiden. Me vetëm një grusht në ditë nga këto fruta të thata do të merrni dozën e nevojshme të selenit. Jeshildëqet. Spinaci, sallata me perime të gjelbra janë burime të mira të magnezit, një mineral që luan një rol të rëndësishëm në organizëm. Lodhja, ngërçet muskulore dhe ndryshime në rrahjeve të zemrës mund të jenë në shenjë mungesës së këtij minerali. Kripa. Tiroidja ka nevojë për jod që të funksionojë si duhet. Shumica e njerëzve marrin këtë element nga dieta, zakonisht nëpërmjet peshkut dhe produkteve të bulmetit. Siguroni të përdorni krip të ionizuar në shtëpi. Mund ta kuptoni nga etiketa dhe kështu do të keni një ndihmë shumë më të mirë edhe për shëndetin tuaj të tiroides. Përveç ushqimeve që duhet të shtoni, ka dhe ushqime që duhet t'i zvogëloni nga dieta juaj, ose më mirë t'i evitoni plotësisht pasi do të ndikojnë në përkeçësimin e punës dhe shëndetit të tiroides. Ëmbëlsirat. Akulloret, keku, biskotat e të tjera janë padyshim të shijshme dhe plot me sheqer. Sheqeri nxit inflamacionin që përbën piknisjen e sëmundjeve kronike. Nëse inflamacioni është i pranishëm në trup, ai do besoni imunitetin dhe pengon që të luftoni sëmundjet e tiroides. Jodi i tepërt. Jodi i tepërt e dëmton tiroiden që u bën të ndjeheni të plogësht. Edhe në rastin e jodit, ruajtja e ekuilibrave është e domosdoshme. Jodi gjendet te peshqit, kripa dhe suplementet. Sipas studimeve, nivelet e jodit duhet të mbahen diku nga 100 deri në 200 mikrogram për litër. Proshuta dhe salçiçet. Mishrat e përpunuara siç janë në proshuta dhe salçiçet mund të përmbajnë substanca artificiale që përkeqësojnë problemet me gjendrën tiroide dhe kështu duhet t'i evitoni ato, si buka, drithrat, makaronat, të cilat janë nga mielli i bardhë dhe ushqimet e skuqura, gjithashtu duhet të evitohen nga dieta juaj, pasi çdo ditë më shumë do të ndikojnë në përkeqësimin e niveleve të jodit në tiroide dhe do të përkeqësojnë gjithashtu gjendjen tuaj shëndetësore. Vëmendje, jo bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
Nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.